kush është ta oka. Mirë mëngjes! Mirëmëngjes, do të shohemi bashk. Në fakt jam çuar, po bëhem gati shpejt për të shkuar në Pilates. Përdorim këtë SPF-n që është me ngjyrë dhe shumë e mirë, se nuk dua që të vendos make-up atje, po kjo ama të tregon fytyrën super bukur. Edhe mbrohemi, ka hidratues brenda, ka fondatin, ka SPF 50, është ka linja Transparent Lab që është nish për SPF-n shumë e mirë, se që nga ditë shumë e bukur. Edhe unë ka vendosur hidratuesin para dhe tani po vendos këtë SPF-n dhe shkoni sa mirë që duket fytyra. Është pak në muj gjendja, por është mëngjes kaotik. Është ora 8:15, do me vrap duhet të dal, duhet marr motorin. Që kështu duhet të nxitoj sepse kam klasën e Pilates në orën 8. Edhe thjesht do ngrim çik vetullat me gjel, do kam treguar gjelin që unë përdor gjithmonë, madje blivatët nga Benefit, nuk bën të një lekë. Asaj gjonë lekët, të paktën për vetullat e mia nuk bën, nuk ja sugjeroj, dhe kushtoj goxha diku te 30.000 lekë, aq i vogël, edhe nuk e kam përdorur fare sepse nuk më pëlqen dhe nuk më mban vetullat. Unë dua që vetullat e mia të rinë super përpjet, sepse shikoni nëse nuk vendos, më duket shumë microblending. Dhe nuk e din që se duhet të bëj mirëmbajtje dhe një prekje tjetër vetulla, sepse kam gati 2 vjet e gjysmë që nuk e kam prekur dhe në fakt më pëlqen vetulla ime dhe them më mirë rehat ashtu siç je. Përdorim këtë xhelin, ja kam treguar, ti shkoj pak shimet e vetullave, duhet ta keni domethënë duhet bëni kompromis me këtë gjë, por mua më pëlqen. Edhe i ngrimi qik vetullat kështu këto. O shumë qef kur ngrihen. Opa. Sot thash që kam Pilates, të martën unë nuk isha se isha me cikël edhe në vajta, por do shfrytzoja atë klasën se e pagoj goxha shumë. Nuk e din që se ju thash sa e pagoj 120 euro 2 herë në javë. Edhe vetë ajo është gati 20 ca euro seanca. Do të them që të ma kaloj për nesër, sepse në fundjavë nuk do jem në udhëtimin tim 1 ditor, në fakt 2 ditor dje, për ski. Vendosim edhe pak blush nga Anastasia dhe jemi super okay për ditën. Kaq i ka tani se më vajti shumë vonë. Flokët një gëshe do t'i kapem, ose një topuz, se lëshuar nuk i kam rehat për Pilates, nuk e shumë e reme. Shofim dhe flokët. Floku im shumë i elektrizuar vetë, por e dreqim këtë gjë me këtë locionin nga Ada Herbs, që është shumë e mirë, ju sugjeroj që ta merrni nëse keni flokun tim, që është i elektrizuar, shumë jashpër, se normale tani është bërë gjitha të herë. Këtë flok ka kaluar 3 dekolorime bjonde. I bëjmë pak me këtë, shikoni si shtrohet floku. Edhe nuk ta vajis, kam ditën e 4 më duket që nuk i kam larë. E do t'i krejhim. Edhe ndoshta do t'i kap, si që thash, një gëshet që t'i kem më rehat. Duhet krori t'i krehem. O jetë! Ma se pak krorin, t'lutem. Aty tek tualete. Po. Shikoni si duket floku tani kur e kre. Duket me shkëlqim, më i but. Ja dhe diferenca. Një ca vajti oro.
Mbajti po nisë. Jo! Të vëndru. Është telefonin brapa, shkoj pak. Po, pa dhjetë. Po, citoj. Është shumë bukur kjo, hajde. Ishte t'i kap. Kështu goca, vazhdoj dita në Pilates. Jam me shumë vones, mora edhe baterinë e motorit. Sa po dola nga Pilates, edhe u knaqa sot, më kështë marrë madhim. Edhe po shkoj pak në bank, se kam llogarinë e biznesit këtu te Raiffeisen dhe duhet marrë diçka. Edhe është ora 9:05. Në mes të rrugës, jam dhe unë, o qaqe. Më në fund në shtëpi dhe është ora 9:40, jemi shumë mirë me orën. Dhe sot kam lënë një takim për punë, sa do më vinë ca paketime të tjera për tek bire, që kështu duhet të shkojmë tek studioja dhe do pres atë të postës që të vit na sjell pako, do më vide një shoqe për vizitë në studio. Edhe sot ndihem shumë mirë me trupin, edhe trupi sikur po nise dhe po merr një çik forma të bukura si balerinë. Nise, unë ju kam thënë që qëllimi nuk është të dobësohem, por të kem qëndrim pak më të mirë dhe ta mbaj se unë rri zakonisht rri keq. Rri si pyetje. Tani nuk po rri, po zakonisht ja, rri çik kështu. Rri drejt, më jepni ndonjë këshillë si të rri drejt. Më thoshte mami ma kur isha e vogël, rri drejt, mërzitesha, më thoi, ja një çik të shlodha pak, se di qa më morë fryma. Edhe nuk mësova kur. Më thoni ndonjë këshill, nëse keni ju ndonjë këshill që duhet ta ndjek, edhe të jetë pak më e thjeshtë. Ka marrë edhe në ato kështu që vendosen si brezore, si kështu se se dia si quhen, që të rris drejt këtu, por ato nuk janë të këshillueshme dhe nuk e se më bën punë, sepse as unë nuk e përdora. Tani do ndrohem, do laj pak trupin dhe do bëhemi gati për tek studioja. Sa po erdha në studio, bleva një ujë. Erdha me motor. E marrë me vete vitaminën D, këtë që bleva tek Blerina. Në fakt, unë shkojta për ta blerë se ka disa vitamina. Ajo më sugjeroi dhe një vitamin tjetër, që më duket ishte K12, ndoshta po gaboj. Edhe më kishte futur të dy si çajra bimor, një ishte me kanellë, një tjetër ishte me mjalt. Nuk e se i kam hapur, me thënë të drejtën. Edhe më kishte çuar dhurat, nuk më kishte faturuar. Edhe më bë qefi, se unë Blerinën e kam shumë qef.
E ndjek është ndër Instagramet e mi të preferuar, që ja dëgjoj këshillat, mundohem që ta ndjek dhe t'ja ndjek ato informacionet që ajo jep. Edhe kam vitaminën, e kam nisur, sot është dita e tretë, unë kisha mungesë vitamine D. Optimalja që duhet ketë njeriu është 30 deri në 60, unë e kisha 19. Do të thënë jam në mungesë dhe duhet që ta konsumoj këtë. Kjo është pesmishe çdo ditë. Por jo me stomakun bosh, prandaj mora një banane që të ha këtë banane për mëngjes. Sot kam qenë shumë produktive. Kemi dalë shtëpis. Ora është 11 pa 10, se duhet pagoj dhe qeran, do vija i qeras këtu te studioja, duhet të pres edhe ato kutit e kartonit që ju thash në shtëpi. Por të gjitha, po mundohem që të xhiroj sa më shumë, sepse edhe sa më frymëzojnë ato komentet kur më thoni që reja po kështu na trego, kështu ashtu. Nëse merr komente pozitive, normale njeriu do që të bëj, të paktën për mua, po do më të çonta kështu. Të paktën për mua funksionon kjo gjë dhe prandaj kam qenë kaq shumë aktive, dhe pse jo, bëj un video ditë për ditë, vetëm të doni jo. Edhe ti keni qef këto video dhe ti shikoni, të bëni ndonjë koment, se realisht disa më bëhet qefi. Edhe po ha këtë bananën, shpejt edhe do nis të bëj punë të shtëpisë, punë e studios, se më është bërë shumë rëmuj dhe kam ftuar atë shoqen në orën 2 edhe duhet që t'jetë shkregu. Mua më erdhën kutit e kartonin dhe tani do shikoni ju punë, se çfarë punoj unë këtu. Something's gonna change if we keep on moving along, right where we belong. Feel my heartbeat start tonight. Take a step. I sistemova më në fund. Ja, të gjitha kutit e kartonit. Këto në fakt janë edhe për agjendat që do bëjmë në 10 orë. Po thjesht unë i marrë një herë mirë bashk, që mos të mundohem shumë herë për ta bërë këtë proces. Gjithashtu kur ti bën një sasi të konsiderueshme, çmimi është më i lirë për kutit e kartonit, vetë pak më lirë, normale, sepse po i merr me shumicë, sepse po merr shumë. Edhe u lodha shumë, o zot sa u lodha, e pat vetë nga parkimi, poshtë, i mora në ashensori direkt e koridori, i thoda këtu dhe janë goxha të rënda. Alvion e kisha në punë dhe nuk do e ta shkëpusja nga puna, sepse ne bëjmë pilates dhe jemi të forta dhe mund t'ja dalin vetë. Në fakt, nuk e din që si ju a kam thënë, por ne kemi fabrikë ushqimore, kemi shumë vite. Babi, prindrit e mi kanë 30 vjetë që e kanë, apo po bën 31, apo 30, nëse 7 e ka për babi. Që në 97-ën ishte të merë Shqipëria, babi i merë iniciativën dhe hap një fabrikë ushqimore në Poliçan. Dhe ne gjithë jetën kemi pasur këtë fabrikën, mua më çojnë shumë goca produktet tona me foto, quhet Sa Poliçan, ndoshta e keni provuar. Edhe kur vjen në Tiranë ose kur shkoj me babin shumë fëgon, gjithmonë mundoheshim që ta ndihmonim. Edhe zbrisja edhe unë merrja ndonjë koli i çoja aty në Fier, mbaj mend, te spitalin, në Lushnjë. Këtë i çon babin më shumë në jug. Kurse e çon edhe në Fushkruj, në një magazin të madhe. Edhe babi më bën vetë shpërndarje në gjithë të paktën pjesën e Shqipërisë. Në Verin nuk ikëm, po vendet e tjera po, dhe në Vlorë, edhe gjithmonë mundoheshim që ta ndihmonim. Edhe në Tiranë kur kishim magazinën tonë, aty tek tregu ushqimor, ka pas babi magazin, por nuk e ka më, sepse ersi merre me pjesën e magazinës. Ndoshta e keni dëgjuar ndonjëherë nëpër vlogje.
edhe bënë shpërndarje në përpika në Tiranë. Edhe ndihmoja Ersin kur vija me pushime verore. Janë ca gjëra shumë të bukura edhe gjithmonë e marr me qejf sepse kur isha e vogël mundosha gjatë gjithë kohës që ta ndihmoja babin që mos të lodhej, edhe gjithmonë doja domethënë që t'i ngrija unë edhe e bëj me qejf këtë gjë. Ke parasysh kur je i vogël e ti do një detyrë të bësh një punë edhe për t'i treguar që hey unë vlej, unë dua të ndihmoj, të suportoj, e njëjta gjë. Kurse kur më thoshte Ersi hajde më ndihmo, atëherë bëja me shumë më dembelizëm. Përtoja të ndihmoj Ersin, kurse babi na shkëshugjasme që do të dukesh ai prit ata bëju të dukem që e ndihmoj. Unë edhe sot e kësaj dite e ndihmoj aty tek se babi edhe sot e kësaj dite merre vetë me transportin, nuk është se ka marrë një person që ta ndihmoj, por ai mendon është si unë, domethënë gjërat t'i bëjmë vetë, më mirë vetë se sa të tjerë, domethënë punën, siç e bën vetë nuk e bën askush. Edhe kështu. Dhe që të fandaja këtë gjë, që t'ju thoja është për te gjërave të bukura që shohim në për Instagram apo në YouTube. Normal edhe unë kam punuar edhe punoj dhe mbrapa mbires nuk është thjesht ajo vajza me një agjendë dhe me gjëra kjo dhe ros, por është ajo vajza që ka qarë vetë në Shqipëri. Them në Shqipëri sepse është e vështirë që pa njohje dhe pa asnjë person që të ndihmoj të fusi në tregun e kësaj gjëje që unë jam futur. Sidomos për gjetur paketime, për gjetur kuti kartoni, për gjetur ortak, për gjetur shtëpi botimi dhe për gjithë këto gjëra, dhe duhet jam gjatë gjithë kohës në kontakt me ortakët e mi. Plus kam edhe ekonomistin që më ndihmon shumë për pjesën tjetër, që nuk është se duhet merrem me gjëra që në fakt nuk marr vesh, edhe okay, ekonomistin e kam dhe e paguaj çdo muaj, që merret për biznesin, por edhe gjithashtu për mua si influencer. Edhe kështu gocat e mia. Kutitë e kartonit kam gjetur një shumë të mirë, se më përpara kisha një që nuk kishte materiale të mira. Nëse jeni të interesuara dhe keni ndonjë biznes, më shkruani në Instagram, t'ju tregoj se ku unë i bëj. Do t'ju dërgoj numrin sepse nuk është se punojnë shumë në faqen e Instagramit, por jam e kënaqur, del një çmim i mirë, po gjithashtu ka cilësi fantastike dhe nuk të bëjmë fare numra, sepse më përpara para 2 vitesh isha me një person tjetër, edhe më thoshte, jo, ky material kartoni është një karton më i butë, është më kështu, është më ashtu, edhe kisha 2 fish të çmimit. Por eksperienca është ajo që të rrit. Direkt i futem në punës në studio, se është për shumë rëmuj dhe ju thashë kam ftuar atë shoqen time në orën 2 dhe vajti ora 12. Edhe dua që studioja të jetë e pastër dhe e bukur. Hey, sot kisha harruar edhe këto kutitë e kartonit jashtë. Po i fuz brenda. Goca, sepse nuk ju kam treguar, por kam marrë divan të vogël këtu tek studioja. Edhe e gjeta me çmim shumë të mirë tek Jusk. Nuk është se është në një cilësi shumë e mirë, por aman, ja, bajti qik rrull këtu, se isha ullur, por aman, e mora me çmim të mirë, dhe më erdhi për 2-3 ditë, pagova transport 25.000 lek, por që sa bukur shkon me studio, me ngjyrat e studios. Si mendoni? Më pëlqen, është nice. E gjeta për çmimin 190.000 lek, 25.000 lek vajti transporti, por ama në shmunduar Alvi është që ta montoj, se erdhi pa montuar edhe me vida me gjëra në kështu. Dëgjohet komshia. Edhe më pëlqen sepse është ngjyrë neutral, kombinon me studion, duket bukur, edhe çmimin e mora shumë të mirë, thjesht kur lodhem ndonjëherë këtu, si për shembull tani, se kam qenë orën 11 dhe bëhet ora 3 dhe duhet porosisë edhe diçka nga jashtë, nuk e di çfarë do marr. Më sugjeroni çfarë merrni ju kur jeni në punë. Nëse unë do gatuaj vetë, nuk dua të më sugjeroni asnjë. Këtë do jetë hera e fundit që do porosis nga jashtë, sepse dua që të gatuaj sa më shumë në shtëpi, por kur je në punë nuk e çfarë bënë. Ose do marrësh ushqime vete, ose do porosisësh diçka. Pak më porosisim diçka të shijshme dhe diçka të shëndetshme. Mikesha ime akoma nuk ardhur, është rrugës.
Edhe do pyesa atë nëse do dhe ajo të marrë diçka për të dyja. Edhe thjesht doja t'ju tregoja divanin dhe nëse keni ndonjë vend, një studio të vogël, kështu është i lezetshëm. Domethënë është mirë është. Duket e cute, i vogël, pak lekë kushtoj. Edhe si po ka marrë jetë kjo studio. Por nuk kam qenë shumë e rregull kohët e fundit, sepse duhet vit ditë për ditë, duhet ta kem orar fiks, duhet lë një orar që unë të vi gjatë gjithë kësaj kohe dhe të merrem vetëm dhe të përkushtohem vetëm për studion dhe mos t'i lër në moment të fundit. Se kam për bërë disa paketime edhe duhet bëj content edhe kështu. Por aman, nëse shikoni këtë video, ju lutem mos u portoni tek Blerë Studio, qoftë të më ndiqni ose kur keni ndonjë ide për dhuratë për ditëlindje, gjithmonë Blerë Studio është opsioni më i mirë sepse nuk do shgënjeheni. Unë kam pafund review mesazhe që gocat më kanë dërguar për pakot, por më ndiqni aty dhe do shikoni. Tani vim dhe në sezonin e peshkut, shenjës së peshqve. Unë jam vetë shenja e peshkut dhe më pëlqen të shumë një agent, duke qenë që ne jemi shenja më ndrimtare dhe duam që gjërat të romantizojmë në maksimum. Është një ide shumë e bukur për dhuratë. Unë do porosit diçka tani se po më sharon barku, vetëm atë bananin jam. E din qofse ju a thash këtu, por flokët e mi janë kështu sepse kam vendosur kombinimin vajor nga Ada Herbs. Ky produkti këtu, që është një kombinim vajrash, por është shumë i mirë për flokët, është mask. Unë e përdor një herë në javë, mundohem ndonjëherë edhe 2. Por këto kohë një herë kam përdorur të zjat flokun, nëse keni rënje të ndihmon, jep butësi. Edhe unë e kam marrë që në shtator dhe shikoni sa shumë produkt që ka. Dhe kam qenë shumë e rregull me përdorimin. Sigur që ka dhe goca që e përdorin këtë, se më kanë shkruar të shumë në Instagram, edhe gjithë kanë fjalët më të mira. Nuk e di, keni përdorur apo jo, tregoni të sinqerta. Dhe nëse ju ka pëlqyer, si i keni pasur, domethënë a ju kanë dalë ato pritshmëritë tuaja. Për mua ja super vlen, është shumë e mirë, sepse e blej një herë edhe zjat gjatë gjithë vitit. Pak aplikon edhe bëhet gjithë floku me vaj. Edhe unë mundohem që ta mbaj ose gjatë natës, por e bëra tani para dite, që kur ti ke në shtëpi mbas dite të lahem dhe t'i rregulloj flokët. Nëse do dal prap me Anxhin, edhe duam të bëjmë disa foto të bukura, kështu do takojmë, do ikim të dalim për brunch, edhe do kënaqemi. Ke marrë një? Pse nuk bëhet? Silent music in shimmering gold, strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do? Morëm diçka tek pastaria. Unë mora këtë rustika quhet. Është me shishme, unë e kam shumë qef. Kurse shoqja ime mori pasta me tartuf edhe me pul. Morëm dhe një sallat që është me rukola. Çanta motrës. O ke vite dhe qaj pas ka berë. Emocione për çantën e re. Sa e pas ka kështu. Është ora 7:30. Unë tani bëra gati porosit dhe po pres postierin. Shoqja ime ka një orë që ka ikur. Dhe u kënaqa shumë me mikeshën që unë kam njohur tek një mike për ty. E keni parasysh kur bëjmë atë të Instagramit, po aty e kam njohur. Dhe jam shumë e lumtur dhe doja e hapa thjesht për t'ju treguar që më kishte bërë një dhuratë për studion. Shikoni sa të bukura që janë. Kjo vaze që mund vendos në një lule, në një gjë këtu. Pëlqen sepse ka dhe këto zemrat. Edhe këtë zemrën e vogël që fiks fare, se kur vi këtu te studio gjithmonë i heq unazat edhe i lër vend e pa vend dhe më mbase. Se këtu dhe vetëm për unazat që do vendos ose mund të vendosësh çelësat. Edhe më kishte marrë një kuti këtu me karamele, janë lindor. Këto i hapa, një kuti
tjetër me Kinder, këtë është në shumë të mira. I hapa sepse nuk durohej. Edhe 2 Red Bulla. Sa të mirë e kam. Dhe ja kam kaluar aq mirë, kisha kohë pa folur dhe pa u kënaqur edhe fiks fare. Unë ndjeva sikur më erdhi dikush në shtëpi në parasysh, kur një herë një kohë që bëheshim më shumë edhe na vinin miq edhe rrinim në shtëpi e kënaqeshim edhe nuk e ndjenim fare orën, të njëjtën gjë. Ja kaluar shumë mirë dhe jam e sigurt që ajo po e shikon videon. Edhe dua t'i them që e kam shumë gjanë dhe shumë faleminderit për gjitha këto dhuratat. Vërtet më gëzoi shumë, po më shumë nga gjitha më gëzoi që erdhi dhe qëndruam bashkë e bëm muhabet, u kënaqëm. Unë tani do iki në shtëpi, se mbarova, jam bërë super keq, domethënë shumë e lodhur dukem. Me po pres të iki të live vlog, po thjesht doja që ta hapja, që t'ju tregoja këto gjërat edhe që ja kalova shumë bukur dhe që ta falenderoj edhe publikisht këto. Edhe të çohemi, nuk e din që se do kem fuqi që të filmoj, por sot realisht ka qenë një ditë shumë e lodhshme, ndoshta e pat më shumë lodhën kutit që i kam marrë dhe i kam kërkuar e të gjitha. Dhe nesër kam plane, goxha plane për të bërë. Kam lëm pilates nesër. Të martën unë nuk bëra, ju thash, se isha me cikël, edhe nuk doja që të më ikë të dita kot, se 2 herë në javë jam edhe e pagoj goxha. Edhe nuk doja që të më ikte kot dita, sepse në fund javë nuk do jem, që kështu i thash që dua të vi dhe të premten, dhe më la një orar dhe më thamë për në orën 7:08 dhe thash, ok, 7:08 në mëngjes, unë do të çojmë në orën 6 të bie. Edhe kam shumë kohë që nuk çojmë në këtë orar. Edhe më falni. Edhe më për të qesh. Pisa të mbaroj këta. Edhe kështu do të çojmë herët, kam lënë një takim pune në orën 10, pastaj në orën 11 do të takoj një shoqe, pastaj duhet vi në shtëpi të bëj pak content, kam për postuar diçka, duhet bëj gati rrobat për udhëtimin që kam të shtunën, e kështu me radhë. Tani që thash më falni dhe më erdhi për qeshur sepse kur isha e vogël, më erdhi gjithmonë më bërtiste kur voksia dhe më thoshte, thoj më fal, dhe unë, domethënë, dhe kur isha aq shumë më thoshte thoj më fal, edhe unë gjithmonë kur isha me shoqet e mia të vogla dhe kur e bëj the më fal, edhe kur isha vetëm madje në dom ose kështu vetëm tu ec, ja bëja më fal, se mendoja se ishte një gjë, domethënë, që duhet i kërkoja falje Zotit. Ma vjen shumë për qeshë kur e kujtoj. O Zot nam. Edhe kur më ndodh vetëm e them, më fal. Wow! Sot më del edhe seriali. Ju kam thënë që shikoja atë Halef, që kështu duhet ikë Halef e kam ja, po thënë një fjalë. Halef fare, Halef. Unë dhe turqishtja ime. Tani unë e shikoj dhe turqishtë, se e kuptoj. Na 1:10 e kuptoj turqishtën tresh. Unë jam e sigurt që ju e kuptoni shumë herë më mirë, sidomos gocat e Kosovës. Nuk e di, po më jep idenë sikur shohin shumë seriale turke dhe sikur din shumë mirë turqisht. Edhe i përshëndes shumë goca, se kam edhe 2 pako që kam për t'i quar tek posta jam për në Kosovë dhe nuk e keni idenë sa mbështetje më kanë dhënë tek Mbire. Vajzat e Kosovës madje pagojnë edhe postën 7 euro, sepse posta për në Kosovë kushton më shumë, edhe marrin agjendën dhe ju betohem që nuk kam pasur asnjë kthim nga Kosova këtë vit kam pas, me thënë drejtën, po mendoj se ka qenë problemi i postës. Tani unë nuk e di, mund të ketë ndodhur ndonjë kthim, se u betova, Zot më fal, po domethënë unë nuk jam në dieni që më ka ardhur një kthim nga Kosova. Edhe kthimet që kam pas kanë qenë të pakta këtë vit dhe shqyr Zotin, ndoshta edhe posta ka qenë më korekte, se normale ndonjëherë nuk kemi kohë edhe nuk na shkojnë gjërat edhe ndonjëherë i lëm kutit pa marrë. Unë i kuptoj shumë mirë edhe kur gocat i refuzojnë pakot, edhe por me dienin time, ok, një vajzë e bëri porosim, po më tha direkt pas disa orësh që dua ta anulloj, vetëm ajo gocë, po në Kosova të tjera pako, asnjë pako kthim apo një shqetësim të vogël nuk kam pasur, dhe kam pasur shumë porosim nga Kosova. Më kanë kërkuar tek Mbire edhe nga Maqedonia, por ne nuk dërgojmë aty. Unë nuk dërgoj, se unë gjithmonë flas në numrin shumë, po e kam këtë, domethënë, e ndjej si një shtëpi edhe gjithmonë i drejtohem ne. Por
Më kanë kërkuar edhe në Maqedoni në periudhë, por posta që unë punoj, më duket nuk nuk çon aty, duhet të pyes. Por thjesht do të thoja gocave të Kosovës, shumë faleminderit që bëni porosi. Edhe jeni shumë të mira. Realisht jam surprizuar këtë vit nga porosit në Kosovë. Dhe ju thash që pagojnë dhe 7 euro postën dhe kur nuk kanë një shqetësime më të vogël nuk kanë pasur. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. I ka tani se unë po nisa nuk pushoj. Por e ka marrë me shumë qetësi, e ka marrë me shumë qejf këtë pjesën e vlogjeve dhe në fakt po e shijoj, realisht po e shijoj pa korniza, pa të idenë që prit se nuk do duket bukur, prit se nuk do dali ashtu kualiteti këto. Jam me këtë dritë kështu, mendoj se më rëndësishmja është të jesh pranë ndjekësve të tu, se sa të kesh cilësinë, do më thënë cilësinë e videove. Tani mua edhe videot, kur të shikoj veten që jam duke edituar, edhe të shikoj veten në këtë gjendje, do them rea, çka ke dal. Por nisë, do jemi pa filtre. Kështu siç jemi me të vërtet, kështu do dalim. Do të çojmë tani, do iki se më vajte shumë vonë. Ciao!